Në 200 vjetorin e lindjes së ideologut të rilindjes kombëtare, Pashko Vasës, në Shkodër janë zhvilluar një sër aktivitete shpërkujtimore, të cilat kanë nisur me një homar solemn pranë varrezave të dëshmorëve. Trashëgimtar të familjes, përfaqësues të institucioneve dhe qytetar vendosën kurora me lule në varrin e rilindasit, duke nderuar figurën e tij si një prej personaliteteve më të shquara të kombit shqiptar. Më pas, veprimtarit janë zhvendosur në shtëpinë muze të Pashko Vasës, një monument kulture i kategorisë së parë, ku është çelur një ekspozitë unike me dokumente dhe dorëshkrime të rralla, shumë prej të cilave të papublikuara më parë e të sjella nga arkivat shtetëror të Turqisë. Gjatë sesionit shkencor, studiues akademik nga universitetet të ndryshme të vendit paraqitën kumtesa mbi jetën, veprën dhe ndikimin e Pashko Vasës në lëvizjen kombëtare shqiptare. Aktorët e teatrit Migjeni sollën fragmente të veprës dhe mendimit të tij, ndërsa grupi i sazeve të Përmetit krijoi një atmosferë të veçantë. Pashko Vasa mbetet një ndër figurat më emblematike të historisë sonë, një vizionar dhe patriot që me penën e tij i dha zë thirrjes për bashkim dhe për emancipim kombëtar.